Autoriteti i konkurrencës pas gati 2 vite hetime që përfshiu monitorimin e tregut të grumbullimit dhe shitjes me shumicë të fruta perimeve, ka gjobitur disa ndërmarrje në qarqet Fier, Tiranë, Elbasan, Berat dhe Korç për sjellje të bashkërenduar në përcaktimin e çmimeve të këtyre produkteve. Në mbledhjen e datës 26 nëntor, Komisioni i Konkurrencës miratoi vendimet me të cilat konstatoi se një grup ndërmarrjesh grumbulluese Omer Fruit ShPK, Nedrete Arapi person fizik, Besim Thaqi person fizik, Morina Group ShPK, Frutuzela ShPK dhe Roland 2012 ShPK kanë bashkërenduar çmimet e blerjes gjatë periudhave të sezonit, duke diktuar çmimet në dëm të fermerëve dhe duke aplikuar markup shtesë mbi kosto shumë të lartë, deri në 115%. Sipas autoritetit, kjo sjellje e bashkërenduar përbën marrëveshje të ndaluar sipas nenit 4 të ligjit numër 9121 të vitit 2003 dhe është cilësuar si shkelje e rëndë për të cilën komisioni ka vendosur gjoba deri në 0.15% të xhiros së vitit financiar paraardhës. Hetimi i thelluar tregoi se disa grumbullues, fal fuqisë së tyre negociuese, kishin krijuar një situatë ku fermerët shpesh përballeshin me çmime të diktuara e të koordinuara, dyert të mbyllura për negocim, varësi të tepruar nga pak blerës, presione për uljen e çmimeve dhe shlyerje të vonuara të pagesave. Sipas autoritetit të konkurrencës, ky vendim adreson në mënyrë të drejtë për drejtë këto problematika dhe forcon pozitat e fermerëve në treg, duke krijuar kushte për çmime më të drejta e më transparente, konkurrencë të ndershme mes grumbulluesve, mundësi reale zgjedhjeje për fermerët, pagesa më të sigurta dhe marrëdhënie më të balancuara, kontraktuale dhe frenimin e skemave të koordinuara që dëmtonin të gjithë tregun kombëtar. Gjithashtu komisioni ka urdhëruar ndërmarrjet e gjobitura që të afishojnë në mënyrë të dukshme çmimet aktuale të produkteve që grumbullojnë, ndërkohë që do të jenë subjekt monitorimi për një vit nga Autoriteti i Konkurrencës. Këto masa synojnë rritjen e transparencës dhe krijimin e një tregu më të drejtë për fermerët.